Rikthehemi sërish në studio, në MCN informacion drejt për drejt do të flasim në këto momente për luftën në Gaza, ndonë se vëmendja e botës është përqendruar tek konflikti Iran-Izrael. Situata në Gaza vjen të jetë e vështirë pasi Izraeli vjen sulme. Më tepër do të kemë në një komunikim të drejt për drejt aktivistin palestinez Atak Khaled. Zoti Khaled, ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Well, I think the best way to put it is to recode what Mr. Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, said that it's not a humanitarian crisis, but a crisis of humanity. Që tha Antonio Guterres, që kjo nuk është një krizë, kjo është një krizë humanitare, është edhe për më tepër është një krizë e njerëzimit. There is a systematic starvation and fully fledged genocide taking place since over 600 days now in Gaza. Ajo që po ndodh është gjenocid dhe ka një krizë të skajshme të mungesës së ushqimit. The well-known Palestinian activist from Gaza, Bisan Oda, just published 21 hours ago an appeal for baby formulas that are not allowed even to Gaza. Para disa orësh, Unioni Palestinez bëri thirrje për furnizimin me ushqim për bebet. Qumshti dhe ushqimet e tjera për bebet janë të paaksesueshme në Gaza. And I believe what Israel is not capable of doing through military force and through mass killing of the Palestinians is being done through mass starvation and inhuman genocidal policies. Unë mendoj se atë që Izraeli nuk po mundet ta bëjë përmes armëve dhe përmes ushtrisë së tij, po arrin ta bëjë përmes mungesës së ushqimit. Pra, janë duke u bllokuar të gjitha ndihmat humanitare dhe ushqimore për të hyrë në Gaza, zoti ka, dhe është kjo një pengesë e qëllimshme aktualisht nga pala izraelite? There is nearly a total blockout since the beginning of March, and Israel controls all the borders of the Gaza Strip. Ka një bllokim total që në fillim të marsit dhe Izraeli ka kontrollin total të gjithë rripit të Gazës. Whether essential supplies of food, fuel, or medicine, this has been the longest full blockade on Gaza since the beginning of the genocide. Që prej fillimit të këtij që unë e quaj genocid, ky ka qenë bllokimi më i rënd dhe ka mungesë të ushqimit, të karburantit, të çdo forme të energjisë. Only limited items are allowed, such as water, sanitation and hygiene, after being screened and permitted. Lejohet të hyjë në Gaza vetëm ilaçet dhe produktet higjienike, të cilat gjithashtu i nështrohen një kontrolli të rrept. But items such as water tanks, incubators and even children's toys have been rejected for reasons of dual use. Por edhe produkte si uji për shembull ose lodrat e fëmijëve nuk janë lejuar të futen në Gaza me dyshimin se mund të përdoren edhe për qëllime të tjera. And the situation now is that the militarized humanitarian assistance organization, Gaza Humanitarian Foundation, is controlling the aid distribution in the Gaza Strip. Dhe situata është e tillë që organizatat humanitare e kanë të vështirë të operojnë në rripin e Gazës. This new aid system not only prevented international humanitarian organizations such as the World Food Programme and UN agencies and local organizations from delivering relief, but also it uses military coordinated hubs to distribute aid. Pra po pengohen këto organizata të njohura humanitare që të shpërndajnë për popullsinë palestineze ndihma qoftë në ushqime, qoftë në produkte të tjera që u duhen detyrimisht për të jetuar. According to the United Nations Office of Humanitarian Affairs, just between 11th and 18th of June, 397 Palestinians were killed on those distributing hubs, and over 3,000 were injured. Vetëm brenda një jave, domethënë nga data 11 deri me 18 qershor, raportohet për vrasjen e të paktën 300 palestinezëve pikërisht në këto qendra ku shpërndahet ushqimi.
Zoti Khaled, si ka ndikuar për shkallëzimi i konfliktit Iran-Izrael? A ka patur apo a ka ndonjë efekt qoftë pozitiv apo negativ në terren për Gazën, për palestinezët? I think for Gazans, the global attention shifted away from the genocide in Gaza. Since media and diplomatic focus drifted away from Gaza's suffering toward the documentation of a very possible new world war. Ajo që po shohim është një zhvendosje e vëmendjes botërore nga konflikti në Gaza drejt konfliktit të ri Iran-Izrael, i cili mund të bëhet shkas në fakt për një luftë të tretë botërore që përfshin armët bërtamore. And many Gazas reported that they feel that Gaza has fallen down of the media radar, which enabled Israel to escalate its genocidal operations in the Gaza Strip without scrutiny or documentation or accountability. Ajo që ne po vëmë re është se Gaza po del nga vëmendja e medias botërore dhe kjo I jep mundësi Izraelit ta shtojë akoma më shumë shtypjen dhe dhunën ndaj kësaj popullsie. But most importantly, the ability of Israel to pursue its genocide in Gaza has not been affected because there was a media blackout during the conflict and there were new evacuation orders both in the Gaza Strip and in the West Bank. Dhe për më tepër nuk është kufizuar fare mundësia që Izraeli ka aktualisht për të kryer gjenocid në rripin e Gazës. Zoti Khaled, a kanë autoritet të kontrollit të kufive që Izraeli ka mbi të gjithë zonën? A kanë autoritetet palestineze qoftë në Gaza apo në bregun perëndimor plane konkrete për ndihmuar popullatën civile apo të gjitha shpresat janë vetëm tek ndihma ndërkombëtare, pra gjithçka mbetet në dorën e tyre? The Palestinian Authority has limited involvement in general, mostly coordinating and facilitating, but without the logistical capacity or the political access. Atëherë fusha ku mund të veprojë autoriteti palestinez është shumë e kufizuar, ka të bëjë më shumë me lehtësimin e jetesës së popullatës, por jo më shumë se kaq. And all humanitarian and food assistance is dependent on UN agencies, INGOs and donor governments in general. Dhe furnizimi me ushqim I të gjithë popullatës së Gazës varet kryesisht nga OKB-ja dhe organizatat e tjera humanitare. And the PA is involved in cash programs and other relief support plans, which shows the intent, but yet it lacks the actual capacity to aid distribution, and the aid remain internationally driven. Autoriteti palestinez nuk e ka fuqinë që I duhet për të ndihmuar sa duhet palestinezët. Zoti Khaled, presidenti Amerikan Donald Trump ka përmendur një armpushim në Gaza pas zbutjes së konfliktit Iran-Izrael. Sa realiste ju duket kjo deklarata, apo është thjesht një retorik politike? I think it's more than rhetoric. I think it just remains highly contingent upon active and meaningful enforcement and willingness of the Trump administration to enforce this. Unë mendoj se është më shumë retorik, mbetet në duart e administratës amerikane për të bërë diçka konkrete. And most importantly, the answer of the question of the day after, the reconstruction of the Gaza Strip and who will be governing the Gaza Strip is yet to be figured out. Se kush do ta qeveris rripin e Gazës mbetet akoma e paqartë dhe kjo është mendoj gjëja më e rëndësishme. But I think the most important thing to be mentioned here is that if the US administration has the willingness and has the determination to make this happen, they can make it happen. And that's just the record of past engagements. Por më rëndësishmja që mendoj unë është se nëse administrata amerikane ka vullnetin për të bërë diçka, pra për të ndihmuar popullatën e Gazës, edhe më tej se kaq, atëherë kjo është më rëndësishmja, kjo mbetet për të parë.
Ndërkohë, edhe presidenti francez Emmanuel Macron ka shprehur gatishmërinë për të mbështetur krijimin e një shteti palestinez. A shih një sinjale të qarta ndërkombëtare që mbështesin këtë zgjidhje, pra a ka vërtet një vullnet real për ta bërë këtë? I think that France is ready to act at the diplomatic level. There has been coordination between France, Saudi Arabia, Egypt as well for the conference that was postponed in New York for the two-state solution. Mendoj se shohin te Franca vullnet konkret dhe hapi I parë ishte ajo përpjekja për konferencën me Egjiptin dhe me Arabinë Saudite. I believe there is a political will in the French government, and this is very important to build upon. But I hope that this will be more than purely symbolic gesture and move ahead toward meaningful recognition and support. Dhe mendoj vërtet se Franca e ka vullnetin politik për të ndihmuar Gazën, por do të doja që kjo të shkonte përtej deklaratave, domethënë të hidheshin hapa konkret. If Israel didn't breach the past ceasefire agreement, there was supposed to be a conference in New York led by France and Saudi Arabia to discuss the two-state solution. Pra, nëse Izraeli shkel armëpushimin, kjo do duhet të diskutohej në konferencën mes Francës, Arabisë Saudite dhe Egjiptit. And I hope they can pursue these efforts very soon. Edhe unë shpresoj që të merren masa, domethënë të ecet në këtë drejtim shumë shpejt. Cilat janë sipas jush interesat aktuale të Izraelit në këtë luftë? Është vetëm çështje sigurie apo edhe territoriale, ideologjike apo gjeopolitike? I think this is the easiest question so far because it's very clear and direct. Israel's current objective is the mass destruction of the Gaza Strip and wiping the population in the Gaza Strip. Mendoj se kjo është pyetja më e lehtë që më keni bërë deri tani. Është e qartë se synimi I Izraelit është shkatrimi në masë I rripit të Gazës dhe shfarosja e popullsisë që jeton atje. Israel's genocidal intent in its war against the Gaza Strip is not about ideological or geopolitical or territorial conflicts. That's why there is no belief anymore in the Israeli government of a two-state solution at all. Ne nuk besojmë më te qeveria izraelite dhe nuk besojmë më as te zgjidhja me dy shtete. Qëllimi I Izraelit është genocidi. And this is not about only the Israeli government, but also the population in Israel. A recent poll in Haaretz showed that over 83% of the Israeli community believe that there shouldn't be a Palestinian community at all. Dhe kjo me keqardhje them, por shtrihet edhe përtej vullnetit të qeverisë izraelite, shtrihet edhe te vetë populli izraelit. Sondazhet e fundit kanë treguar se rreth 83% e popullsisë izraelite mendon njësoj si qeveria në lidhje me konfliktin në rripin e Gazës. So this genocide is ultimately not about hostages, is not about any ideological or geopolitical tensions, but about eradicating the Palestinian community. Pra, ky genocid nuk ka të bëjë me të tjera përveç faktit se Izraeli do ta shfaros komunitetin që jeton në Gaza. Zoti Khaled, sa realiste është ideja e krijimit të dy shteteve të pavarura që do të mund të bashkëjetojnë në paqe? Çfarë do të duhet të ndodhte që kjo të realizojë? I don't think it's possible, and I don't think it's realistic because in its base, in its establishment, it acknowledges that a state is established over the occupation of another state, and there is no willingness now for this. There is no political willingness for this solution now. Unë mendoj se është e pamundur. Është e pamundur të arrihet kjo sepse nuk mund të bazohet e gjithë kjo ide nuk mund të ngrihet mbi pushtimin e një vendi nga një vend tjetër. And to break my answer down, I would say that in the 90s, during the Oslo Accords period,
there used to be an Israeli belief or vision toward two states, but now the Israeli government does not believe in this, neither the Israeli community. Le të kthehemi pak në vitet 90 dhe në kohën e marrëveshjes së Oslos. Atëherë Izraeli fliste për zgjidhje me dy shtete. Por sot situata është krejt ndryshe. Tani nuk beson as vetë Izraeli në zgjidhjen me dy shtete dhe aq më pak ne. And most importantly, it's an unfair arrangement for the Palestinians, giving them less than 22% of the historical land of Palestine. Dhe është, le të themi, më shumë se e pa drejt që t'i japësh popullit palestinez më pak se 2% të sipërfaqes së vendit të tyre. Kaleda, ndjeni mjaftueshëm mbështetje nga opinioni publik ndërkombëtar dhe nga mediat botërore për vuajtjet e popullit palestinez, apo duket sikur janë zbehur për shkakeve të konflikteve të tjera? I believe if there was sufficient support from the international community or the global media, then the genocide would have ended way sooner than this. So I don't think so. Mendoj se nëse do ta kishim pasur këtë mbështetje, pra mbështetje nga komuniteti ndërkombëtar apo nga mediat botërore, genocidi do kishte marrë fund deri tani. Nuk besoj as pak në këtë. Pra nuk e kemi pasur atë mbështetje. This does not underestimate the efforts made by people all over the world to advocate for Palestine, but it's about the unprecedented level of massacres and the genocide that the Palestinians are enduring. Kjo nuk e nënvlerëson as pak, në fakt dua ta theksoj këtë, nuk e nënvlerëson as pak të gjithë përpjekjen dhe aktivitetet që organizohen nga mbështetës të kauzës së Palestinës në mbar botën. Por fatkeqësisht genocidi këtu vazhdon. And it is more of a call toward more action until the genocide is over and until Palestine is free. Dhe thirrja jonë është që të ketë më shumë mbështetje derisa ky gjenocid të marrë fund dhe derisa Palestina vetë të jetë e lirë. Zoti Kaleda, ka një strategji të re të rezistencës palestineze, qoftë paqësore apo të armatosur, që po ndërmerret për të përballur me këtë situatë? No, there is no new strategy. Rather, it's a reinforcement to the idea that both diplomatic efforts and international law coupled with a unified Palestinian front are the only way to liberate Palestine. Ne nuk kemi një strategji, por ne besojmë forse përpjekjet diplomatike dhe angazhimi maksimal dhe për më tepër ruajtja dhe domethënë duhet të shmangur shkelja e ligjit ndërkombëtar. Këto do të na ndihmojnë. And this has been the strategy of the Palestinians all over the years, to remain committed to the international law, to human rights, and to their right to stay on their land. Për gjatë gjithë këtyre viteve, kauza jonë është mbështetur te të qenit besnik ndaj ligjit ndërkombëtar dhe vlerave të popullit palestinez, dhe për më tepër respektimit të drejtave të njerëzit. Zoti Kaled, cilat janë mesazhe që populli palestinez dëshiron t'i përcjell komunitetit ndërkombëtar sot nëpërmjet jush? The first message is that the Palestinians are not numbers. Although more than 55,000 are killed, Palestinians are not numbers and each life matters. Mesazhi më i rëndësishëm është se palestinezët nuk janë numra, që nga ky reaktivizim i konfliktit janë vrarë më shumë se 55,000 palestinezë, dhe ata nuk janë numra, por janë jetë njerëzore. The second message is that it's not about the Gaza Strip or about Palestine or about a specific conflict. It's about injustice that's happening in Gaza, and this injustice in Gaza is a threat to justice worldwide. Dhe mesazhi i dytë ka të bëjë me sigurinë e të gjithë rendit botror, sigurinë e të gjithë botës. Nuk është nuk ka lidhje vetëm me padrejtësitë që bëhen në Gaza, por në të gjithë botën.
Dhe ky konflikt është një kërcënim I tillë. Palestinians are fighting through resistance and staying on their land, but how their peers and fellow humans all over the world are fighting this injustice is a question that is yet to be figured out. Palestinezët po luftojnë duke bërë rezistencë dhe duke qëndruar në vendin e tyre, por se si do të luftojnë dhe se si do të përgjigjen njerëz që ndodhen në rrethana të ngjashme në të gjithë botën, kjo mbetet për të kuptuar. Zoti Kajlet, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio me një tjetër temë.